Atëherë mirëdita, gjendemi pranë lokaleve të rektoratit të Universitetit Femia Agani. Sot është një tetori, dita e studentëve, ndërsa ne kemi një bisedë me rektorin e Universitetit Femia Agani, profesor asistent doktor Milan Bulion. Rektor, mirë se erdhe dhe urime dita e studentëve. Faleminderit, urime edhe juve dita e fillimi vitit të ri akademik. Sot një ditë e shënuar për gjithë stafin akademik dhe stafin administrativ në veçanti për studentët. Sot, si çdo vit tjetër, e kemi shënu fillimin e vitit akademik përmes një ceremonie në objektin e 4 fakulteteve, ku para studentëve fillimisht i uruam mirëseardhje studentëve edhe para studentëve prezantuam stafin akademik, njëherët menaxherial, njësitë akademike, dekanët. Edhe pashtu i prezantuam edhe dorëçarjen e studentëve, rreth mësimeve të informimit masa të studentëve në procesin të drejta dhe tyre teknike. Rektor, cila është ndjesia gjatë kësaj vizite të studentëve? Si ndjit veten dhe cilat janë ato projetimet të tua në lidhje me fillimin e vitit akademik? Ishte një ndjenjë, një emocion i veçantë, për shkak se tash po i drejtohesh gjeneratave të reja studentëve prej një kondi tjetër, ku po besoj se cili prej nesh e mendojmë atë shnaqjen ose kohën që kemi filluar kemi qenë bëqosh, të kishim ëndra, kishim pasiguri, pyetje edhe është edhe pyetje për të ardhmen se si do të shkojë këtë të ri në organizacion. Kështu që është kënaqësi e veçantë edhe shohim një pozitivitet, një energji, një potencial, sepse ata janë ardhur shqiptar. Kjo është njëra ndër bisedat të cilën kemi zhvilluar në mënyrë spontane, mirë po njëra ndër qëllimet e kësaj interviste është edhe pyetjetori i ardhjes juaj si rektor në Universitetin Femia Agani. Atëherë, çka mund të na tregosh, cilat janë ato të arriturat, cilat janë pritjet e tua, cilat kanë qenë rezultatet të cilat i ke gjetur dhe i ke promovuar në Universitetin Femia Agani? Po, vërtet sot në aspektin kalendarik është saktësisht 2 vite prej kur kam filluar me pozitë menaxheriale të rektorit të Universitetit Femia Agani Qëku. Edhe pse 2 vite kalendarike në praktik kanë qenë 4-5 vite në total, për shkak se qysh prej ditës parë kur kam marrë, me njëherë kam marrë në akreditimin institucional, në akreditimin e gjitha programeve, edhe nuk kam pas po me ecë, me vratu me njëherë, që prej asituar, po vazhdoj me vratu me njëherë. Mirë, shumë vrapi bën mirë edhe është një sallë që ta marrë vitalitetin akademik. Unë do ta shtoja në lidhje me të rezultatet e Universitetit Femia Agani gjatë veprimtarisë juaj. Domethënë gjatë veprimtarisë juaj 2 vjeçore, çka mund të tregoni si rezultate konkrete dhe të matshme në këtë menaxhimin e juaj? Kemi pas goxha shumë rezultate, ndoshta për hir të opinionit publik, edhe për informim të studentëve. Momenti kur kam marrë, do të thotë ka pas shumë dyshime të rregulloreve. Për shembull, një prej tyre edhe licitacione, një prej tyre ka qenë edhe udhëzimi administrativ, i cili është fushëzuar. Dhe ky na ka prek direkt automatikisht universitetin, ku programet, siç është infermieria dhe fizioterapia, nuk ke mundësi me akreditu me bartës me gradën master, po duhet t'i kesh me gradën PhD. Kushdo qoftë që kishte qenë rektor momentin ku kam ardhur, ose në këtë fazën kalimtare, unë kam gjetur me 9 programe, edhe automatikisht 2 programe ishin larguar, faktikisht janë larguar. Edhe përkundër saj ne kemi aplikuar për bachelor profesional në programin e infermierisë, programin e fizioterapisë, të cilat më pas janë trajtuar si bachelor shkencor, edhe pas kemi pas këto partnerësitë me të cilat edhe kemi drejtuar në të drejtësisë. Si të arritura ka të shumta, një prej tyre ka qenë infrastruktura, që me të ardhur si rektor kam filluar me infrastrukturën, përmirësimin e kushteve për student, zhbllokimin e tenderit dhe themi i bllokuar për 3 vite, duke mos japur drejtim fare, edhe aty është anuluar tender,
është kam arrit me bind moshtin që me bën prokurim moshti. Ata e kanë Lidhe me zhvilluar kampusin, po, lidhe me informimin e kampusin, po, lidhe me kampusin. Ata e kanë zhvilluar procedurat e prokurimit, është papa tenderi, një kompani ka fituar edhe është vendosur për Feneli, edhe tash do bëni ndërtim me një finalisht. Të tjera suksese është rangimi i universitetit në platforma ndërkombëtare, si është Webometrics. Në prej 7 tetorit 2023 kemi filluar bashkëpunësim pas progres. Aktualisht në sipas platformës Webometrics jemi universiteti i tretë publik Kosovë me rangimin më të lartë në nivel Kosovës, pas Universitetit Prishtinë, Prishtinës falem edhe Universitetit të Tezës. Por këtu tash skumbi kemi pas edhe rangimi sipas Orkës, që ka bu një rangim në nivel nacional, po aty kemi dalë të kapit për nga Rindika, për shkak të një metodologjie që ka tjetër, siç është justifikimi i titullit akademik, që prapë edhe aty kemi dalë prej 40% që ka qenë më herët, që 40% stafit justifikojnë titullin akademik, kemi kaluar në nivelin 59% që është një arritje një progresim. Është edhe marrëdhënia me rëndësi në barazinë gjinore, marrëdhënia në mes të profesorit dhe studentit. Po, në këto kategori, po, në gjitha këto kategori, Jemi të parë sipas raportimit. Po, jemi të parë Kosovë nivel transparencës, jemi të parë nivel Kosovës për barazi gjinore, po ashtu jemi prapë të parë nivel Kosovës për raportin profesor-student. Ndërsa tek pjesa elementeve siç është akreditimi i programeve, e kanë përdorur një metodologji ku në 2024 kemi aplikuar me 11 programe, për këtyre janë akreditimi 6. Ata e kanë marrë që kjo si përqindje dikur 50%, edhe prej 100% që kishte dikur në vlerësim përgjithshëm 20 pikë, ne kemi marrë vetëm 50% që na asaj. Edhe tek pjesa e justifikimit pikëve që ka qenë 60% total, ne aty kemi 59% që në 60% total në algoritmë që kanë përdorur, edhe jemi shumë afër vendit të është Universiteti i Tezës. Rektor, krahas domethënë të arriturave në universitetin tonë, ka dhe shumë sfida, ka disa lëvizje, të cilat në universitetin të Lea Gani kanë një rëndësi të veçantë. Atëherë unë do të doja të përmendë për krahas këtyre sukseseve dhe krahas rezultateve të arritura të përmenden edhe të cilat janë ato sfida të cilat të kanë përcjellur gjatë këtij mandati dyveçor, dhe të cilat janë ato të ardhmet dhe të cilat mund të ballafaqohen në universitet. Sfidat kanë qenë shumëta, për shkak se me ndrimet e menaxhmenteve, elektrizimet të ndryshme, me boqarë që nuk ka marrë me nej qëllim për pas me kontribuar vendlindje në vendin ku ende po vazhdojmë me jetuar me rritë fëmijë. Kam ardhur me jap kontributin në atë sa kam mundësi dhe atë sa di, por nuk ka qenë lehtë për shkak se ka pasur rezistenca të shumta, po vjen dikush për jashtë. Nuk ka pas transparencë në dokumente, ka vit kohë derisa unë kam filluar me i kuptu gjërat brenda, derisa kam njohur stafun edhe përkundër sfidave që i patem në akreditim direkt. Ju kam ofruar mundësi bashkëpunimi të gjithëve derisa ju ndinë në atë që janë të sfidë. Sfida kanë qenë po ashtu edhe me organizatat, për shembull në kohën kemi pasur disa mos kuptime derisa në që nuk kemi asgjë personale, thjesht Çfarë natyre kanë qenë më shpejt? Natyra ka qenë ndërhyrë në institucion, duke dëmtuar integritetin institucional. Ne kemi kërkuar që me respektu institucionin, legjislacionin rregullor dhe thjesht në rikapë për bashkëpunim, po jo për ndërhyrje siç ka qenë. Jënë të i kalu ato, kemi raporte shumë mirë, ato është të për Maqedonia, Kosova ka akreditimit, jemi në fazën e akreditimit programeve, numri programeve në akreditimin aktualisht, që flitet, ose si që është lansu ajo përmes sulmeve mediatike që Universiteti i Gjakovës është shumë keq akreditime, po është të vërtetë. Unë i kam gjetur non akreditime, tash të dy prej tyre automatikisht largohet për shkak të rrezikimit administrativ. Aktualisht janë 8 programe të akredituara edhe 2 të bëjnë master, që relativisht jemi të mirë. Mos harrojmë të cek në studi e kemi një për objektiva të mia të qenë edhe kopja
e Fakultetit të Shkencave Aplikative, respektivisht programit informatikë inxhinerike. Kemi arritë përkundër sfidave të shumta që si po duhet në detaje, por thjesht është arritë pas një mundje dhe përkushtimi i vazhdueshëm në arritjen e sjelljes së Gjakovës një program që ndërhir inxhinierin e shkencave inxhinerike. Sot veç është filluar dhe i përpritëm edhe studentët e këtij programi të informatikë inxhinerike. Ju mirësordje më njerë pas ceremonisë filluan me ligjërata dhe është një diçka kënaqësishme gjërat atë që po vinë pas. Shumë faleminderit. Derisa rektor gjatë mandatit tuaj 2 vjeçor, derisa përpus në lidhje me studentët, si një kategori shumë e rëndësishme në universitetin tonë. Derisa ta hap debatin në lidhje me atë se a janë studentët një kategori të cilët do të bashkëpunojnë, të cilët bashkëpunimi gjatë mandatit juaj në njësitë akademike, cili ka qenë bashkëpunimi me rektoratin, me stafin administrativ dhe me të tjerë, dhe cili ka qenë kontributi tyre në zhvillimin e komunitetit total. Ekskluzivisht gjatë mandatit të Me studentët kemi pasur dhe raporte shumë të mira të shkëlqyera. Unë po marr parasysh angazhimeve çdo herë kam qenë i vogël për student, duke lënë atë qastin protokollore, anët që do të thonë që me pas qastin direkte me mu ose rekomandon menaxhmentin, kanë qenë pjesë integrale, vazhdojnë të jenë edhe në komisionin vendimase, janë pjesë e debateve dhe mendoj që Tu më fal që do të ndërprej roli i parlamentit studentor si një katalizator në bartjen e interesave dhe bartjen e brengave të studentëve. Konsideroj që Parlamenti i Studentëve është përfaqëson një nivel të kënaqshëm edhe interesat e studentëve, çdo kulturë ka partnerësi, labore të ndryshme, po ato janë nëse të kuptueshme, kemi mbështetje, i ofrojmë mbështetje studentëve dhe do të thotë kërkesat që kanë kuptojmë që po, nëse pas zgjidhje të mundshme që mund të ofrojë dhe nevojë. Kanë cegë që Këshilli Drejtues i Universitetit ofrojë çdo herë ka mbështet kërkesat të studentëve, qoftë për aktivitete jashtë kurrikulore, qoftë për mobilitete edhe organizime të ndryshme. Kështu është shumë mirë të konsideroj komunitetin studentëve. Një pyetje pak personale derisa të di se cili është diskursi juaj ndaj studentëve të cilët po kryejnë studimet, po përfundojnë studimet e tyre ndërsa po absorbohen nga tregu i jashtëm, nga shtetet e Bashkimit Evropian, nga shtetet perëndimore, ndërsa diplomimi i tyre nuk paraqet një interes për tregun tonë kosovar. Dhe cila është qasja e Universitetit Femi Agani në lidhje me këtë problem, i cili një farë formë është duke reflektuar edhe tregun e punës në Kosovë. Do të thonë, djemtë dhe vajzat tona diplomojnë, ndërsa nisja po qëllim final e kanë do të thonë destinimin e shtetit të vet. Unë konsideroj tash se jemi në një fazë tranzitore, ose në gjendje kalimtare, për shkak që siç e dimë liberalizimi i vizave dhe kemi lëvizje, tash kemi filluar prej këtij viti me pasur me shumë më interesimi për studentëve për të qenë pjesë e universitetit publik, jo vetëm në Universitetin e Gjakovës, por në universitete të tjera. Kjo për shkak se të rritëreja të bashku jashtë kanë pasur që me të vërtetë ka blerë diploma e universiteteve avancimit. Absolutisht. Kërkesat të bashku jashtë kanë qenë të vazhdueshme, edhe para se me bë liberalizimin edhe pas liberalizimit, për shkak të disa profileve që kërkohen shumë jashtë, siç është infermeria, fizioterapia, kryesisht drejtimet e mjekësisë, kanë qenë më të theksuar për shkak se njerëzit si kanë përfunduar kanë shkuar jashtë. Unë jam kundër asaj që me rinia me dalë jashtë për shkak se ne po bëjmë përgatitje të gjeneratave të reja dhe po partnerinë e Kosovës ne po eksportojmë. Një prej formave që na këshillim të marrë për rinin Kosovën duke i orientuar pashtu edhe ka profilet të cilat ofrojnë outsourcing për Kosovës shërbime. Qysh kishim mujtë me i majtë aty preja në Kosovë, shkon të ofrojnë shërbime të turizmit shëndetësor, si profesionist shëndetësisë, ku njihet Gjakova për shumë shërbime mjekësore, të cilat janë shumë atyra dhe kishin me qenë shumë atraktive nëse kishin me pasur edhe kemi aeroportin komercial, kjo kishme diku në zhvillim.
tjeshtë. Do të thonë fillim multiplikues të Po është i shumë thjesht, po kuptohet që kjo bëhet në një ndërhyrje qeverisë dhe në një unifikim përgjithshëm të një qëllimi përbashkët. Student do të thotë janë të jetë sjellin, kemi student shkëlqyshëm, vetëm duhet me analizu. Sa i përket programeve, ne çdo herë më tepër jemi të ofru programe që janë në lidhje me kërkesat e tregut punës. Për ata kemi edhe bordin këshillëdhënës në mësim, nëse që në mësim, po ashtu kemi edhe bordin për mësimin e inovacionit të universitetit që jep rekomandime të përgjithshme të drejt kërkesave të cilat sepse kërkesat e industrisë vazhdimsi ndryshojnë në universitetin me qenë proaktiv që mi parapri atyre ndryshimeve edhe me ofru më të mirë në mundshme për tregun e punës. Rektor, po kaloj te sektori tjetër, domethënë te mësimdhënia dhe te stafi akademik. Si është i orientuar gjatë mandatit të juaj stafi akademik? Si ka performuar, si kanë qenë lëvizjet e tyre, sa janë stimuluar dhe motivuar ata për të bërë punë shkencore, cila ka qenë segmenti në mësimdhënie dhe në raport me studentët. Me ardhen time, unë njëherë kom kërku sepse një prej objektivave në programin tim ka qenë edhe mbështetja e publikimeve shkencore, punës shkencore jetuse. Me njerë kom bërë kërkesë në masht edhe falë edhe mbështetjes mashtit është rrit buxheti për shkencë, edhe kemi bërë për herë të parë në gjatë kohës ku në mandatin tim me mbështetje të Këshillit Drejtues të kaluar, ku janë dhënë 80.000 euro për publikime shkencore edhe projekte. Ajo ka vazhdu tutje edhe vitin pasues për shkak se ka rezultuar shumë e suksesshme, të cilën e kam adresuar në mashtë dhe pastaj këtë kanë replikuar për të gjitha universitetet publike. Kemi rritje të numrit të publikimeve. Një prej objektivave të mia ka qenë edhe ndarja e mbështetjes financiare të publikimeve shkencore në kuartile, për shkak se deri më tash ka qenë pa më parasysh vetëm nëse është në skopos, pa më parasysh parë kuartili është të mbështetjen në euro. I kemi bërë atë kategorizimin ku fillon prej 800 euro që që teknike deri tek që në shqirë që është 1400 euro. Kemi pas atë disa le temi partnersi që unë i kam adresu po sikur që është për shembull kuartili 4, i cili le temi zhurnalet që janë aty zakonisht janë ato ma papërbesueshme ose ka raste kur dalim prej skupusit edhe jemi ma të ekspozuar para rrezikut që me hasin në ndonjë listë e cila është predatory list, journalist. Në këtë aspekt kam propozuar që me ullë mbështetjen që ka që mi mbështet më shumë partilet që janë me cilësi më të lartë edhe mi është stafin akademik në publikuar në ato pjesë. Jemi dëshmitar edhe të organizatave të ndryshme që po bëjnë publikime shkencore, edhe kjo është një element i cili është prezent kudo, edhe kjo jep një shqetësim që na duhet në bashkësimin e shoqërisë, mos rastisht po hasimin në punimet të cilat po bëhen jashtë universitetit, edhe po ofrohen për mbështetje, edhe kjo është një rrezik i kësaj. Një pyetje në lidhje me mësimdhënien, në lidhje me mësimin e përgjithësisë dhe avancimin e universitetit në Fëmijë Albani. Desha të ndërlidhem me inteligjencën artificiale dhe mësimdhënien dhe nivelin akademik dhe sa ndikon ky segment i cili ka marrë shumë të madh në zhvillimin motor dhe ka marrë të madh në të gjitha segmentet e shoqërisë, në përgjithësi, në biznese, në sport, në nivelin akademik dhe ku është universiteti dhe ku janë çarqet akademike në përgjigje ndaj kësaj sfide e cila është duke e pushtuar botën të themi po. Para se me kalim të kjo pyetje një gjysëm plotësim të kjo pjesë, sa i përket elementit mësimdhënies, ne gjatë mandatit po ashtu kemi instalu edhe sistemin e vjeshmërisë elektronike, ku studentët dhe stafi akademik i skenojnë kafelat apo ka vjeshmëri elektronike, për shkak se kjo konsideroj që ka ndikim të drejt në cilësi, edhe na gjatë vitit që përfundoi akademik, kemi qenë paralelisht me lista fizike, po ashtu edhe me ato elektronike, edhe ka ofruar do të thotë një përmirësim në cilësi, edhe kjo është një arritje që
studentët, t'i ofro studentët çdo herë më tepër djeshmëria, rregullte dhe prezencë në ligjërata. Sa i përket inteligjencës artificiale, është një temë e nxehtë e cila po diskutohet shumë. Aktualisht shumë universitete të zhvilluara janë duke ndryshuar rregullat e tyre ashtu që në harmonizu me inteligjencën artificiale, po ende nuk i kanë gjitha të ndërtuar, na jemi në fazën fillestare të harmonizimit të rregulloreve. Stafi akademik me prezencën e inteligjencës artificiale si një mundësi që shoh personalisht, është si një element i cili ndihmon shumë në qoftë se e plotësojmë ose në qoftë se e përdorim në formën e duhur. Për shembull, nëse përdorim formën e duhur, ne mund të rrisim cilësinë tonë të punës, mund të rrisim kualitetin e ligjëratave, mund të bëjmë shumë atraktive duke integruar inteligjencën artificiale, duke kërkuar një mendim për inteligjencës, pastaj me formë diskutimit me studentin në qendër, të debatohet rreth asaj, kështu që krijohet një përmes diskutimeve është forma më e mirë më shumë. Po në anën tjetër, jemi dëshmitar që inteligjenca artificiale po keq përdoret, duke e përdorur për gjithçka edhe si rrjedhoj mund të pasmin në situata ku ne e rrisim atë komponenten e tembëlisë dhe e ulim kreativitetin. Që të ndërprej një historian i njoftun për momentin është i shqitur bestseller Yuval Harari me veprën e tij Listën e Besimit. Përmend që inteligjenca artificiale e të ardhmen do të krijojë një klasë të ndelme. Një klasë në të cilën nuk do të polohet sepse inteligjenca do të mbulojë të gjithë. Unë mendoj që një vizion shumë i qartë i autorit që përmende, prej kësaj kategorisë të dytë që shfrytëzojnë vetëm për të arritur disa objektiva ose disa le themi raporte, dokumente të rreshme, edhe gradualisht ne po e formojmë një personalitet vetvetes tonë në dokumente, qoftë edhe në emaile, të diku që faktikisht ndoshta i mungojnë ato vlera të plota, por ai imazh jo real dikush përfaqet, edhe krijohet ato situatat ku është vështirë me gjetë njerëz me cilë me vërtet kanë kreativitet vetvete. Do thonë, kjo në nivelin akademik do ta ndihmojë. Mirë po, duke ruajtur autorësinë edhe të punës së studentit, të punës së profesorit, të ruajtur atë individualitetin dhe kreativitetin e vet. Po, absolutisht, unë nuk e vënë të dyshje që mund të ketë dikush prej stafit akademik që mund ta keq përdorur dhe mund të jetë në këtë kategorinë e dytë. Ne bëjmë përpjekje, jemi duke hatu planin e qendrës didaktike në Silvania, që të ofrojë trajnime stafit akademik dhe stafit administrativ, po ashtu studentëve se si të përdoret praktikat më të mira të shfrytëzimit të inteligjencës artificiale në arritjen e objektivave që ligjërata, ora mësimore, studentët të jenë të shfrytëzuar në formë më të mundshme, duke i ofruar studime cilësore, dhe jo studime Këtë do ta vënë fakulteti i shkencave të kompjuterit. Po, unë tash është licencjuar. Absolutisht, unë tash do të filloj me ligjëratat me studentët në vitin e parë dhe mendoj që tash tutje duhet të ndrojë edhe forma e organizimit të ligjëratës. Nuk mund të ketë në ligjërata klasike ku profesori ligjëron studentat veçmoj shënime, duhet të ketë formë debati, përdorimi i resurseve të AI-t, mendim kritik edhe projekte hands-on më shumë. Domethënë punës praktike, ku ata i shohin lidhjen gjanat ose kanë diçka me pyetje inteligjencë artificiale, për shkak se e kemi prezant. Duhet me mësu me jetuar. Edhe nëse arrim me shfrytëzuar si instrument që duhet të shfrytëzohet. Unë inteligjencën artificiale, nëse muj me përkthy ndoshta bukfalisht, është si një instrument muzikor, që nëse di me ekzekutu, bëjmë kompozime ndryshme. Por nëse inteligjencën artificiale përdorim jo si duhet, mund të krijojmë tinguj, por tinguj që nga një kakofonik të cilët shkaktojnë zhurma dhe të zhurmë. Po edhe kjo është ajo do thani përshkrim i kësaj pjese. Doktor, deshta mund dal edhe te bashkëpunimi ndërkombëtar.
edhe ndërkombëtarizimi i Universitetit Femiagonit. Cilat kanë qenë ato projekte të cilat gjatë mandatit tuaj janë realizuar dhe cili është vizioni për të ardhmen në kuadër të ndërkombëtarizimit dhe byrës së punës së universitetit? Ne gjatë mandatit i 2 viteve kemi arritë që Universitetin e Femiagonit Gjapov ta antarësojmë statusin në eshe, e cila është një pjesë, një risi që e kërkon Bashkimi Evropian, respektivisht pjesa e projektit në Erasmus, ku duhet ta kesh këtë pjesë si forma akreditimi në lidhje me fondet për me i thirr fondet e Bashkimit Evropian. Këtë akreditim e kemi marrë këtë vit. Tash kemi gjitha instrumentet, mekanizmat për të vazhduar. Kemi disa projekte ndërkombëtare, e kemi zyrën e bashkëpunimit ndërkombëtar që më tepër është aktive, për shkak se në një të ardhmen të afërt e shoh që zyra e bashkëpunimit ndërkombëtar do ta luajë një rol kryesor, për shkak se universitetet nuk mund të vazhdojnë në formë të tillë ku si në programet e mashtit të mbështeten financiarisht vetëm nga mashti, po duhet krijojnë mekanizma të thirrjes së fondeve, qoftë përmes instituteve, ku institutet aplikojnë për projekte ndërkombëtare volontuese, edhe gradualisht ti mbështesin stafin, pagat e stafit për të plotësuar të mund të futen në mobilitetet me studentët, me stafin akademik dhe absolutisht mobilitetet mund të lëvizin për të ndyrë përvojë dhe eksperjenca. Në aspektin e mobiliteteve që ndrojnë shumë mirë, kemi pas një numër të madh të mobiliteteve të stafit akademik, po ashtu edhe të studentëve. Kështu që nganjëherë është kënaqësi me qenë student në Universitetin Femiagonit Gjapov, për shkak se mundësia mobiliteteve dhe servimit të studentëve që me të vërtet kanë dëshirë për me udhëtu, për me marrë përvojë të reja, është shumë e madhe. Andaj i inkurajoj të gjithë të qoftë studentët që sapo kanë filluar përçartën sa 5 vite të vita shumë më lartë, që të shfrytëzojnë thirrje për mobilitete, sepse përmes kësaj forme krijohen ura të reja edhe gradualisht shkojnë edhe e zona të rrezikimit përgjithshëm. Konsideroj që Universiteti Femiagonit Gjapov që më shumë mirë në bashkëpunim ndërkombëtar, i ka një zyre të shëndrueshme, e ka partneritete të shumta, kemi aplikuar në shumë projekte, kuptohet që jo të gjitha projektet fitohen, po gradualisht shkojnë të përgjigjet të ligjeve, shkojnë diçka për të shëndetit. Deshta edhe një pyetje në lidhje me bashkëpunimin dhe kooperimimin me universitetet publike në Kosovë. Cili është bashkëpunimi dhe ju jeni pjesë e konferencës së rektorëve? Çka mund të na tregoni në lidhje me funksionimin dhe me qëndrueshmërinë e këtij institucioni? Është fakt që Kosova ka që shumë vite konferencën e rektorëve, e cila fatkeqësisht nuk ka qenë aktive sikurse është tash. Nëse mundemi me ju referu që konferenca e rektorëve tash ka filluar një reformim komplet madh. Kemi logon, kemi përfaqen, stemat, kemi bërë rregullorin e punës së konferencës së rektorëve për herë të parë, edhe kështu tash mundi kemi nënshkruar edhe marrëveshje në bashkëpunimin të institucioneve të aksimit të lartë, domthonë fillimin në mbështetje me stafin akademik, mbështetje të mobilitetit dhe projekteve të përgjithshme. Edhe jemi të gjithë duke e fuqizuar konferencën, edhe synimet tona janë që konferenca të antarësohet në sferën ndërkombëtare, edhe në asociacione të ndryshme, siç është EUA-ja, edhe pastaj na kemi përfaqësim të konferencës në jetët ndërkombëtare. Domethënë kjo është një mundësi e mirë dhe për projekte të ardhshme të cilat mund të realizohen në emër të këtij institucioni. Po absolutisht konferenca është në një harmoni shumë të mirë. Gjithë rektorët aktual të universiteteve publike jemi pro progreseve të përbashkëta, qëllime të përbashkëta që të arrijmë të fuqizojmë universitetet. Gjatë kësaj kohe, le të themi 5 vite të fundit, ose respektivisht 2 vite të fundit, universitetet publike të gjitha janë duke arritur suksese të mëdha në rritjen e cilësisë në projektet ndërkombëtare, punën volontuese dhe në ndërkombëtar. Kështu që kemi hyrë, po them për Universitetin Femiagonit Gjapov në dekadën e dytë. Unë kam rastis me qenë në fillimin e dekadës dytë, edhe po e quajmë si dekada e zhvillimit të option të universitetit.
rektor. Esta është për ata 2 viteve fole shumë në mënyrë të qartë dhe në mënyrë efektive në lidhje me të arriturat dhe ato plane të cilat do të realizohen në të ardhmen. Ata është të di edhe cili do të jetë mesazhi i fillimit të Universitetit të Beagani gjatë kohës së mbetur deri në fund të mandatit. Një pyetje shumë e vend, një pyetje që kërkon ndoshta kohë për t'i elaboruar të gjitha, po Do të vazhdosh pra me këtë dinamikë, Po, se deta të folëm vetë për të gjitha rezultatet arritura. deri me tash kom vrapu, do të përpiqem të vazhdoj të vrapoj edhe deri në përmbyllje të mandatit deri në fund. Tash jam në mesin në 51% që le themi. Synimi jam ose orientimi ku është më fokusu më shumë. Qëllimi është më orientu në themelimin e faktikisht në fuqizimin e instituteve edhe krijimin e mekanizmave përmes cilëve ne mund të japim fonde të aplikojmë në projekte ku do të integrohet stafi akademik, studentët, do të integrohet stafi akademik për të punuar më shumë sepse krijohen fytyra shtesë edhe kjo është forma si punojnë në universitetet ndërkombëtare. Element tjetër në aspektin e zhvillimit të mëtejshëm, në aktualisht jemi të bo dhe planin strategjik të universitetit 2026-2030, ku jemi duke adresu objektivat, ku kjo është një prej objektivave, do të mbështetja e punës universitete shkencore, do të vazhdoj tutje në forma dhe më theksuar, do të shiqojmë me integru edhe më tepër industri për shkak se misioni i tretë i universitetit është një mision kyç, ku duhet të fuqizohet kjo komponent për shkak se aty adresohen kërkesat e tregut punës, ofrimi i programeve që i përmbushin ato kërkesa, duhet shiqohen mekanizmat që t'i integrojnë se prapë këto të pjesa e planit të implementimit në universitet programit që të investimit që të integrojmë edhe diasporën shqiptare. Kemi një numër të madh profesorëve shqiptarë që janë në universitete renome ndërkombëtare që mundemi të integrohen përmes teknologjisë aktuale që ne kemi. Jemi në një zhvillim të laboratorit që është për mësimin në formën blended education, që mundet të përzier fizikisht edhe të tjerë janë në formë virtuale, edhe tash aktualisht do të shqohet e ardhmja është në fabrike. Edhe mendoj që i kemi të gjitha kushtet që të integrojmë edhe diasporën shqiptare në ofrimin e një përvojë, një eksperiencë për universitetet për nga vi, të krijuar ura të reja të bashkëpunimit stafit të brendshëm, stafin e jashtëm, studentët mund të ofrohen mobilitete edhe kështu të rëndë shkëllimin në mëtejshëm në universitetit. Mendoj që kjo dekada e dytë e ekzistimit të Universitetit në Beagani Zagorë është një dekadë e zhvillimit e arritjes së sukseseve, për shkak se konsideroj që imazhi i universitetit është ndruar për të mirë, edhe këto arri jo t'i bëj kompliment vetit, po arri ta shoh në çdo takim me institucione, me përfaqësues institucione dhe çfarë vendore, çfarë kontore, kur diskutohet për universitetin e Beagani Zagorë. Mendoj që e ardhmja është ndritur, veç duhet të bashkohemi të gjithë punojmë për qëllimin e përbashkët, ta shohim më tepër komponentën e interesit kolektiv e jo interesin individual. Po kjo më kërthën edhe një kooperim dhe një bashkëpunim më të mirë të stafit administrativ, stafit akademik, dhe studentëve dhe krijohet ai trekëndshi i cili krijon një qëndrueshmëri të madhe për Universitetin të Beagani. Rektor, unë të falenderoj. Faleminderit e juve për këtë bashkëbisedim. Edhe të shrej një punë më të madhe në mandatin e tjetër. Faleminderit shumë, kënaqësi të bashkëbisedojmë edhe mirë ta kupshim në sukseset e radhës. Faleminderit.